Sot jemi këtu jo për luks, jo për rritje pagash fatkeqësisht, por për një të drejtë themelore për pagën tonë që na takon me ligj. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritje të pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Në gjithë shtetin pagat janë ngritur, paktën kështu edhe po thuhet. Por në RTK punëtorët nuk po marrin as ato që i meritojnë, por punën që bëjnë çdo ditë me shumë përgjegjësi. Kjo nuk është thjesht padrejtësi, është fyrje për punën dhe dinjitetin e secilit punëtor në RTK. Ndërkohë, deputetët e Kuvendit Kosovës vazhdojnë t'i marrin pagat e tyre rregullisht çdo muaj pas një vonesë. Por për ne punëtorët që mbajmë gjallë transmetuesin publik, askush nuk është kujtuar. E them qartë, për këtë situatë, përgjegjësi kanë të gjithë, Kuvendi, qeveria dhe menaxhmenti i RTK-s. RTK është institucion publik, është pasuri e qytetarëve të Kosovës. Por sot, për shkak të neglizhencës, rrezikohet vetë funksionimi i saj. Pa paga, pa respekt dhe pa mbështetje asnjë institucion nuk mund të mbjetoj. Ne kemi qenë të durueshëm, por durimi ynë ka kufi. Nëse brenda një kohë të shkurtër nuk gjendet zgjidhje, Sindikata e Punëtorëve e RTK-s do të shqyrtojnë mundësitë ligjore për hyrje në grevë të përgjithshme. Dhe nëse vazhdohet me heshtje e shpërfillje, protestat tona edhe mund të përshkallëzohen. Në fund, kam një pyetje të vetme për të gjithë skenën politike të vendit. Çfarë jeni duke dashur të bëni me RTK-n? E presim këtë përgjigje. Apo e lini qëllimisht të rënohet, apo prisni të shuhet zëri i shërbimit publik të Kosovës? Dua ta them qartë dhe fort, kjo nuk do të ndodhë me asnjë çmim. RTK do të mbrohet dhe punëtorët e saj do ta mbrojnë me dinjitet, me vendosmëri dhe me forcën e ligjit. Kur jemi duke mbajt këtë protestë këtu, një ekip shumë e madhe e televizionit publik është duke punu me orët e tona, mbi 13 orë për festivalin e këngës që të mos dështoj asnjë milimetër asgjë nga ky projekt i madh. Kur jemi duke e mbajt këtë protestë, shumica e kolegëve tanë janë për transmetime të drejtë për drejta. Vetëm për mos me dështu misionin e transmetuesit publik, pavarësisht që s'kemi paga. Andaj, du përmes juve një falënderim të veçantë të gjithë kolegëve që punojnë, është dita e 6, pa paga dhe punojnë mbi 12 orë, 13 orë, vetëm mos me dështu misionin që e kemi edhe mos me dështu karshi qytetarit për të cilin jemi të detyruar edhe kemi obligim ligjor për t'i dhënë atë që e meriton, edhe pse ne s'po e marrim atë që po e meritojmë. E thash edhe në fillim fjalimit që të mos përsëritem, vend se si sindikat dalim, protestojmë për me pas ngritjet pagave, na jemi të detyruar me dalë sot këto para juve edhe me tregu që këto pagat që i meritojmë, me ligj, me kontratë që i kemi, nuk i kemi. Pse? Sepse ju ka tek dikuj atje për inate personale, domethënë mos me e zgjidh çështjen e transmetuesit publik. Kemi bë thirrje, po bëjmë edhe një herë thirrje. Ju lutem, merrni masa sa nuk është bë vonë. Protestat tona do të vazhdojnë. Ne do t'ju mbajmë të informuar shumë shpejt për hapat në vazhdim. Besoj që në gusht e kishim një protestë dhe e patëm një lloj pauze. Kësaj radhe nuk do të kemi pauza. Kësaj radhe kemi më pas shpesh e shumë në për sheshe, në për para RTK-s dhe në forma të ndryshme, duke respektu ligjin. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, natyrisht edhe pa asnjë diskutim me as hezitim, është në përkrahje dhe duke u solidarizuar me kolegët tanë nga Radio Televizioni i Kosovës, të gjithë pa përjashtim, po flas për punonësit medial, duke nisur nga gazetarët, kameramanët, montazherët, pjesa teknike e stafit, secili që ka merita në mbajtjen gjallë të mediumit publik. AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni Gazetarëve kërkon
në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, që thjesht ja alokoi pagat për punëtorët e Radio Televizionit Kosovës. Ta bëjë njësoj siç bëri herës së kaluar dhe kështu të ndërpritet presioni edhe financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial. Natyrisht një falënderim veçantë dua t'ja bëj të gjithë atyre që janë solidarizuar me neve, punëtorët e Kekut, punëtorët e Postës, punëtorët e Kostit, punëtorët e Trepçës, të ndërmarrjeve, kryesisht të ndërmarrjeve publike në Kosovë. Një falënderim veçantë edhe për gjithë kolegët tonë që na u kanë mbështet, edhe ata që s'janë në sindikatën tonë, ju kanë mbështet këtyre kërkesave tona që janë legjitime dhe të cilat duhet që patjetër të gjihet të gjendet një zgjidhje. Edhe në raportin e fundit dua të theksoj një gjë që në raportin e fundit Progresit është evidentuar si një mangësi funksionimi Radio Televizionit Kosovës, në veçanti kjo sag e buxhetit e cila po vazhdon edhe tutje. E kemi ditur fare mirë që kur kemi mbetur pa paga në 3 mujorshin e parë, e kemi ditur fare mirë që do të ndodhë edhe kjo ditë që do të mbesim prap pa paga, por që një kritik të ashpër adresoj kundrejt ushtruesit drejtyrës të drejtorit përgjithshëm, i cili në fakt është dashur që shumë më herët të adresoj një kërkesë të tillë dhe të vazhdohet financimi stabil dhe i vazhdueshëm i RTK-s. Në mënyrë që mos vijmë në kësaj situate që gjithë punëtorët të jenë pa paga dhe në fakt të shkelet dinjiteti i secilit prej neve. Prandaj kjo formë e protestës, siç e tha dhe kryetari, do të mundohet vazhdoj natyrisht deri te grevat që janë të pashmangshme siç po duket, sepse zgjidhja për RTK-n është duke u përdorur për inate politike, për shantazh, për gjithçka tjetër, vetëm e vetëm që t'i sqarojnë hesapet politike partit mes vete. I bëj thirrje edhe një herë të gjithë aktorëve, të cilët në fakt kanë detyrim ligjor që ta përkrojnë financiarisht RTK-n në këto kohë të vështira, në mënyrë që punëtorët e RTK-s të vazhdojnë, punojnë me dinjitet dhe të i paguhen detyrimet të cilat i kanë me kontratën e tyre. Është një prej faktorëve cila në fakt ne nuk e kemi marrë buxhetin, natyrisht kjo reflekton edhe në pagat tona, por që derisa është gjetur një zgjidhje në 3 mujorin e parë, pse nuk gjihet një zgjidhje prapë edhe në 3 mujorin e dytë? Pra ka pas atëherës rast për gjithët që gjendet një zgjidhje, pse atëherë nuk bëhet kjo? Pra po përdoret RTK-ja për shantazh dhe për pojena politik ndaj njëra tjetrës. Ju lës, i bëj thirrje të gjithëve, domethënë pa ngjyrime politike, të angazhohen seriozisht sepse ky medium në fakt është i Kosovës, nuk është asnjë parti politike.